E pasur me vitamina, ekspertët bëjnë publike arsyet përse duhet të konsumojmë sa më shpesh gjizë. Gjiza e Shqipërisë nuk ka të dytë, si ajo nuk gjen në asnjë vend të botës. Imitimet të saj kryesisht pa krip gjen kudo, jo vetëm në recetat e rajonit, por edhe më tej. Por gjiza autentike e Shqipërisë nuk ka as rival dhe as kundërshtar. Shqipëria krenohet me shumë produkte të veçanta dhe tradicionale dhe gjiza padyshim është ndër më të mirat. Gjizën e përdorim në shumë receta të përditshme dhe festive. Gjiza shkon mirë me speca të skuqur, me vezë dhe spinaq, vaj ulliri e hudhër. Ajo është antipasta e preferuar e burrave që shoqërojnë atë me raki. Vështirë të gjesh një ushqim të shpejtë, të shijshëm dhe plot vlera siç është gjiza. Por nuk është vetëm shija e saj e mjaftueshme për t'ju dorëzuar kënaqësisë që të ofron ky produkt bulmeti, po aq të rëndësishme janë edhe vlerat shëndetësore që organizmi përfiton kur e konsumojmë atë. Ja disa arsye madhore të renditura nga ekspertët që do t'ju bëjnë ta përfshini gjizën në ushqimet e përditshme. Vlerat shëndetësore të gjizës. Gjiza është e pasur me proteina, kalcium dhe ushqyes të tjerë të shëndetshëm. Gjiza është një ushqim i preferuar i njerëzve që tregojnë kujdes për shëndetin, atyre që vrapojnë, notojnë dhe ngren pesha. Ajo devotshmëri vjen sepse gjiza përmban sasi të mëdha të proteinës, kasein dhe nivele tepër të ulta të yndyrës. Gratë shtatzan duhet të konsumojnë gjizë sepse është produkti më i sigurt mes produkteve të tjera të bulmetit. Ja 4 përfitimet që vijnë nga ky produkt bulmeti sipas ekspertëve. Gjiza ndihmon në rënje në peshë. Sportistët dhe dashamirësit e aktivitetit fizik janë të marrosur pas gjizës. Ajo përmban pak kalori dhe shumë proteina. Rrjedhimisht, gjiza të ngop më shpejt. Ajo përmban shumë kalcium, që i bën mirë kockave dhe stimulon rënjen në peshë. Gjiza të ngop dhe nuk të rëndon. Proteina kasein, të cilën e përmendëm më lart, ndihmon të shuaj kapriciot e urisë. Gjiza rekomandohet të konsumohet edhe në mbrëmje ose gjatë natës, kur uria godet papritur. Ajo është e lehtë dhe nuk rëndon në stomak. Për më tepër, proteina shoqërohet me aminoacide që e mbajnë trupin të ushqyer dhe të mbrojtur. Burimi i kompleksit të vitaminave B. Ekspertët konfirmojnë se gjiza është një burim i shkëlqyer i vitaminave B, të cilat ndihmojnë në shëndetin e zemrës, tretjen, funksionet e metabolizmit të trurit e të tjera. Kur hani gjizë, organizmi furnizohet jo vetëm me vitamina B12, por edhe me riboflavin, niacin, acidin folik, acidin pantotenik dhe thiamin. Gjiza është burim probiotikësh. Gjiza është e pasur me baktere të mira për stomakun, të njëjtat që gjenden te kosi. Në këtë mënyrë, ajo është një ushqim i shkëlqyer për njerëzit që vuajnë nga problemet me tretjen. Këto vlera janë të mëdha tek një produkt i bërë në shtëpi ose nga fermer të besuar. Vlerat ushqyese të gjizës. Profili i saj ushqimor është i pasur, por në varësi të llojit të qumshtit dhe kripës së përdorur. Në një sasi prej 226 gram gjizë të prodhuar nga qumshti me pak yndyrë do të gjeni 163 kalori, 28 gram protein, 6.1 gram karbohidrate, 2.3 gram yndyrë, 30% të dozës rekomanduar ditore të fosforit, 30% të dozës rekomanduar të sodiumit, 29% të dozës rekomanduar të seleniumit, 24% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës B12, 22% të dozës rekomanduar ditore të riboflavinës, 14% të dozës rekomanduar ditore të kalciumit, 7% të dozës rekomanduar ditore të acidit folik. Ekspertët theksojnë se gjiza përmban sasi të mjaftueshme të vitaminave B1, B3, B6, A, por edhe hekur, magnez, zink dhe bakër. Ajo duhet konsumuar rregullisht, së bashku me ushqime të tjera të shëndetshme.